me qenë ajo e cila ditë në frën. Për ato vëzër, fillimisht kemi treguar për natyrën e tij të bukur, për karakterin e tij të pastër, pastaj kemi treguar çastin e tij të mëshirës përballë krijesave në përgjithësi pa asnjë dallim. Pastaj kemi treguar mëshirën e Muhamedit alayhis salam përballë shtresave të pasuqishme në shoqëri. Pastaj kemi treguar javën që shkoi qëndrimin, pozicionin e Muhamedit alayhis salam përballë gjinisë femërore. Kemi sjellë shumë porosi profetike të Muhamedit alayhis salam në raport me gjininë femërore. Porosi ku Muhamedi alayhis salam në mënyrën më superiore i artikulon të drejtat e femrës. Ku Muhamedi alayhis salam në zërin e tij më kumbus kërkon të mos shkilen drejtat e femrës, të mos abuzohet me këtë krijesë e cila është përballë mashkullit e pasuqishme. Sot, mbasi që tema dhe çështja që ka të bëjë me gjininë femërore është aktuale në Kosovë. Dhe bisedor e shkruhet e investohet shumë në lidhje me emancipimin e femrës, kemi vendosur edhe sot me vazhdu mirë po një kanë tjetër, ose pri një kandi tjetër. Sot kemi vendosur me tregu praktikisht fragmente nga jeta e Muhamedit alayhis salam, si u shtiu Muhamedi alayhis salam me gratë, me gjininë femërore. Si ka cilësu ato, si ka pranu ato. Figura Muhamedit alayhis salam dhe personaliteti i tij është i atill që çdo gjë këto do gjeni me vëmendje dhe mos të harroni nëse nuk e keni ditë. Figura dhe personaliteti i Muhamedit alayhis salam është i atill që çdo gjë për 23 vite dihet dhe ka transparent. Asgjë nuk është e mshef në lidhje me adresën dhe jetën e Muhamedit alayhis salam. Për 23 vite ne i dim se gjitha ndodhit, se gjitha ngjarje, ato që kanë karakter intim, që ka jetu Muhamedi alayhis salam në shtëpinë e tij, me gratë e tij, ato që kanë karakter publik, si është shtiu Muhamedi alayhis salam me shoqërinë, si është shtiu Muhamedi alayhis salam me nxënësat e tij, si është shtiu Muhamedi alayhis salam me ushtarë, si është shtiu Muhamedi alayhis salam me varfrit, si është shtiu Muhamedi alayhis salam me pasuri, si është shtiu Muhamedi alayhis salam me fëmijë. Në jetën e Muhamedit alayhis salam nuk ka asgjë sekret. Absolut, kurrë nuk ka sekret. Kjo tregon madhështinë e figurit. Kur ne lexojmë biografinë e njerëzve të mëdhenj në historinë e njerëzimit, që kanë lënë gjurmë, që kanë lënë ndikim të botë, nuk mundesh ti për biografinë e tyre me ditë çdo gjë. Ne e dim Muhamedi alayhis salam dhe kur ka hiq, parton për juve në banjo dhe është la, është pastru. E dim dhe kur ka hiq në banjo me gruën e tij Aisha radhiyallahu anha, edhe ju la pas. Ne e dim parton për juve edhe atë anën më intime të njeriu kur Muhamedi alayhis salam ka pasur në marrëdhënie intime me bashkëshortët e tyre, edhe si ka pasur dhe çka ka thënë. Nuk ka asgjë të shef. Ne i dim edhe problemet që i ka pasur Muhamedi alayhis salam me gratë e tij, familjen e tij, probleme bashkëshortore, kritikë. Për ato, unë kam menduar me i them në 3-4 fragmente, 3-4 ngjarje, ndodhi që kanë ndodhur në kohën e Muhamedit alayhis salam, për me e pa praktikisht. Qysh e ka trajtu Muhamedi alayhis salam femrën? Qysh e ka kuptu? Çfarë pozite e ka jo? Çfarë drejtë e ka jo? Femrën. Po e tili rastin e parë, një ndodhi, dhe krejtë janë në shpinë e Muhamedit alayhis salam. Po dojmë ky më kur për me shembull për ne. Ju e dini, vëllezër të nderuar, dhe nuk du
shumë ngrohtë. Nuk kemi nevojë me pas nga kesa edhe komplekse. Pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam ka pas shumë ngrohtë. Dhe çdo natë pejgamberi e ka pas adresën te cila grua më shku. Një natë ka shku te Aisha, natën tjetër ka shku te Hafsa, natën tjetër ka shku te Zinebia, natën tjetër ka shku te Ummu Seleme, natën tjetër ka shku te Maria e kështu me radhë. Një natë, kur pejgamberi alayhi salam ka qenë musafir tek Aisha radhiyallahu anha, ka qenë nata edhe radha e Aisha radhiyallahu anha. S'pu me dojnë të kemës, vetëm sa për informatë për ata që nuk e din, Aisha radhiyallahu anha është e vetë një gru e pejgamberit që pejgamberi e ka martu vaj dërgjerish. Krejt gratë tjera pejgamberit kanë qenë dveja. Binem, disa gratë pejgamberit kanë qenë shumë më të ljetëra se Muhamedi alayhis salam. Ju e dini Khadija radhiyallahu anha, e cila ka qenë gruaja parë Muhamedi alayhis salam, pejgamberi kur është martu me Khadijën, Khadija ka qenë grua e vej, në moshën 40 vjeçare, Muhamedi alayhis salam në moshën 25 vjeçare, i ri. I pa martu, e vej 40 vjeçare. Vetëm Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi e ka martu vizresh. Krejt tjerët kanë qenë gratë veja, dhe disa për i tyre pas gjitha se Muhamedi alayhis salam. Kjo shumë më rëndësi, si argumenti përgjithshëm përballë gojëqirës, përballë orientalistës, përballë atyre që i kontribojnë islamofobisë dhe e akuzojnë karakterin dhe personalitetin e Muhamedit si qinte personalitet i shpërnum në aspektin seksual waliyadu billah. Pejgamberi kur ka pasur radhën dhe natën se Aisha radhiyallahu anha kanë qenë duke thirrë. Për një moment ka ardhur meleku Gjibril. Gjibraili ka ardhur dhe melek nuk hin në dhomat personale të njerëzve. Melek të ufrohen. Parasysh se njeriu në dhomën e tij personale me bashkëshortën e tij mundet me qenë në çfarë do lloji gjendje. Por ato melek nuk hin në dhomë personale parasysh se ka mundësi me qenë buri dhe gruaja lakurish ose gjysmë lakurish. Dhe melek nuk hin aty. Është adhuru meleku deri te dhoma e pejgamberit dhe ka lëkit dhe e ka thirrë pejgamberin jashtë. Ka qenë duke thirrë. Pejgamberi alayhis salam është zgju prej shtratit. Kur ka dalë jashtë i ka thonë melekit, jeki uznum prej Allahut tani këto momente, këto orë të vona, të natës, me dalë prej shtëpis me shku te varezat e Bekijës. Varezat e Bekijës janë në Medinë, ata që kanë shku në Medinë në Hax, i kanë bërë afër xhamit pejgamberit, ata që s'kanë shku inshallah shkojnë dhe do t'i shohin. Mirë po Medinja para 14 shekujve nuk është Medinja kohës sotit. Para 14 shekujve Medinja ka qenë shumë e vogël. Dhe për me shku prej shtëpisë pejgamberit deri te varezat ka lyp vetë ke jetë ndoshta 1 kilometër. Pejgamberi është vetë dhe ka dalë. Krejt këto lëvizje, Aisha radhiyallahu anha i kanë ditë. Po shkju për shpëtën. Edhe pejgamberi edhe ka dalë ja kanë thirrë voreve, në shkull vore. Allah ka përshit në shkull vore me boni dua për ata të vdekur. Kjo për mision. Aisha radhiyallahu anha i ka hinë në jakeq. Sigur zakonisht krejt gratë ju prinë start me në dukesh. To pranojeni dhe njeri kur e dinë to që gruaja tina, ose prinë start me para në shkullën e dukesh ti goje, e të lutë. Do të lutë to. Dhe të kimore në shkejtot në edhe në sahara. Gratë në start ju prinë me para qiku, me në dukesh, me mohire, me moshën pasha, kjo në atyre. Aisha radhiyallahu anha, gruaja pejgamberi, qika e pobeti, për kjo mendje, po i qika në tona. Kur kjo këto, qika tona, Allah i qika bojtë. I ka hinë në jakeqe, çfarë do i ka hinë Aisha? Ka thonë shkoj pejgamberi, i trahtoj shkoj me një gru tjetër. E ka pas natën sonë të mune, ku me ditë ku shkoj? Dhe ndosh Aisha më ngritë edhe për shtratit, me u vesh, e gruaja muslimane e cila veset si Allah ka thonë, i ka do procedura, do të mu vesh me shikë